për objekte publike si ka plotsu kriterat, domethënë, për asnjë objekt publik për shkak të infrastrukturës, rrugëve gjithë ngushta. Dhe gjithë faktorët në këtë rast edhe në morën e vendimit por nuk kanë qenë. Po që shkretari nuk i ka plotsu kushtet për objekt publik, po i plotson kushtet për objekt shumë katësh. Po në momentin që tash objekt nuk është ky objekt tash po foli, ky dhe dy objekte tjera nuk shtrihen vetëm në atë zonë. Ndoshta kushtimisht ajo zonë që është me interes mund më shumë se gjysa asoj zone të mos ketë fora ndërtim, mund të jetë pjesë parkingu. Mos mundësia që të bëjmë një objekt publik në një 20 parë, ta quajmë të tillë, në pa mundësi dhe kjo nuk e justifikon pastaj shpenzimin, sepse ne nuk mund të blejmë tokë, ta marrim. Kudo qoftë, jo do të thotë mund të jetë edhe në qendër, ta blejmë pastaj ta bëjmë me koncesion, sepse nuk mund të valorizojmë. Edhe a keni analizuar mirë si kuvend komunal këtë çështje para se me u tërheq pikë vendimi? Sigurisht që po, sepse është diskutuar ka që pozitë edhe që kanë dalë analizat kryetar, çu shu bë puna që ju me qenë pronar aty. Them drejtën, por që nuk njën nga pronarë, se tash nuk jam unë pronar i tërë. Aja mund të jetë më tepër tash është kur po bisedojmë është koincident. Po tash ta them mas një kohës, ndoshta është vështirë edhe të besohet tash edhe për ju e për dikuj, po as sekond ideja domethënë që unë të jem në atë proces. Pas blerës parë, domethënë, me kalimin e kohës mund të them ndoshta ka kaluar 3-4 muaj, periudhë të blerës, kam pas ofertën nga këta 2 miq që të jem një nga bashkëpunëtorët.